Dita sotme në prag të përvetorit të ditës më hyjnore, të përvetorit të 14 të pavarësisë së Kosovës, është një moment për të rikujtuar të gjithë mantelbardhët e rënë gjatë luftës sonë krijimtare, duke i ofruar ndihmë popullit në ditët më të vështira që kemi pasur. Po kështu, përkujtojmë dhe përulem për heronin të pandemisë COVID-19, të cilët gjatë 2 viteve të fundit ranë në krye detyrës së shenjtë për shpëtuar jetën e qytetarëve tonë. Ky monument i ngritur për ta është vetëm një shenjë vogël respekti nga ne të gjallët përballë veprës së tyre të madhe. Dërimi i përjetshëm për ta, ndërkaq është respektimi i veprës tyre, të na shërbejë devotshmëria kolegëve të rënë në luftën kundër COVID-19, humanizmi rrallë dhe përkushtimi i jashtëzakonshëm i tyre si frymëzim për të bërë më të mirën për popullin tonë edhe ne tash që jemi këtu. Ky është misioni jonë sot, kjo do të jetë misioni jonë nesër dhe për gjithë tokën, për gjithë botën sa ne jetojmë.